Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 38 vjeçë dhe prej gati një viti jetoj në Tiranë me nipin tim 20 vjeçar. Nëse dikush do të më kishte thënë disa vite më parë që do të përfundoja duke u kujdesur për një djalë të ri në mes të gjithë lodhjes, punës dhe problemeve të jetës time, ndoshta nuk do ta besoja kurrë. Por jeta të vendos përballë situatave që nuk i planifikon dot. Motra ime u largua në emigrim bashkë me burrin e saj në Itali me shpresën për të ndërtuar një jetë më të mirë. Në fillim menduan ta merrnin edhe djalin me vete, por dokumentat u vonuan. Pastaj puna nuk u stabilizua dhe në fund vendosën që ai të qëndronte përkohësisht tek unë derisa gjërat të rregulloheshin. Vetëm për disa muaj, më tha motra në telefon, por ata disa muaj u bën pothuajse një vit. Dhe sinqerisht nuk ishte as pak e lehtë. Nipi im ishte djalë i mirë në thelb, por shumë kokfort. Ishte nga ata djemë të rinj që nuk durojnë që t'i japësh urdhra dhe që mendojnë se din gjithçka vetë. Nuk ishte i keq ose problematik në kuptimin e rënd, por kishte një mënyrë jetese krejt ndryshe nga e imja. Rinte zgjuar deri vonë, dilte shpesh, haronte të lajmëronte ku ishte dhe mbi të gjitha nuk dëgjonte pothuajse asnjë këshill. Shpesh ndihesha më shumë si roje se sa si teze. Në fillim përpiqesha të tregoja me duruar sepse e kuptoja edhe situatën e tij. Ishte larg prindërve në një moshë të vështirë dhe me shumë pasiguri për jetën. Por me kalimin e kohës, bashkëjetesa jonë filloi të bëhej shumë lodhse. Unë punoja gjithë ditën dhe kur kthehesha në shtëpi gjeja rroba të hedhura, enë të palara, muzikë të lartë, çdo bisedë serioze përfundonte njësoj. Mos u shqetëso kaq shumë teze, do rregullohet, më thoshte gjithmonë. Por ajo që më bezdiste më shumë tek ai ishte mungesa e privatësisë. Nuk trokiste pothuajse kurrë. Hynte në kuzhinë, në sallon, apo edhe në dhomën time, sikur gjithë shtëpia të ishte vetëm e tij. Në fillim u mundoja ta korrigjoja me qetësi. Të lutem trokit para se të hysh. Po mirë më teze, çfarë ka kaq të keqe, më thoshte, sikur të ishte diçka e vogël, ndërkohë që për mua nuk ishte. Unë isha mësuar të jetoja vetëm prej vitesh dhe privatësia ishte bërë shumë e rëndësishme për mua. Për më tepër, diferenca në moshë dhe fakti që tashmë ai ishte një burr i rritur, më bënte të ndihesha akoma më në siklet kur sillej pa kujdes. Një herë hyri në dhomë ndërsa po ndrohesha dhe megjithse kishte qenë mbuluar pjesërisht, i bërtita aq fort sa u habit edhe vet. Sa herë duhet të them të trokasësh? Ai uli kokën dhe më kërkoi falje, por e dija që nuk e merrte aq seriozisht sa duhej. Kaluan javë dhe situata vazhdonte njësoj. Një pjesë e imja mendonte se ishte thjesht pakujdesi rinore. Por ndonjëherë më dukej sikur ai nuk e kuptonte fare kufirin mes rehatisë familjare dhe respektit për hapësirën e tjetrit. Një pasditë e verë ndodhi ajo që nuk e harroj dot. Kisha ardhur e lodhur nga puna dhe vendosa të bëj një dush të shpejtë. Në shtëpi dukej qetësi dhe mendova që ai kishte dalë me shokët si zakonisht. Pas dushit hyra në dhomë vetëm me peshqirin e mbështjerë rreth trupit. Ishte vap dhe dritarja ishte hapur. Po kërkoja rrobat në dollap pa shumë nxitim sepse besoja se isha vetëm. Në një moment hoqa peshqirin për t'u veshur dhe pikërisht atë çast dera u hap. Gjithçka ndodhi brenda sekondash. Ai hyri drejt në dhomë pa trokitur me telefonin në dorë sikur donte të më pyeste diçka të zakonshme. Por sapo ngriu syt, ngriu në vend. Edhe unë gjithashtu. Për një moment askush nuk lëvizi. Ndjeva gjakun të më hipte në fytyrë dhe instinktivisht kapa peshqirin për t'u mbuluar, ndërsa ai vazhdonte të qëndronte aty i shtangur. Dil jashtë, bërtita me një herë. Ai u kthye me nxitim dhe mbylli derën fort pas vetes. Zemra po më rrihte aq fort sa mezi merrja frym. U vesha me duar që më dridheshin dhe për disa minuta vetëm rria ulur në krevat duke u përpjekur të kuptoja çfarë sapo kishte ndodhur. Isha e zemëruar e turpëruar dhe njëkohësisht shumë në siklet. Por ajo që më shqetësoi më shumë ishte mënyra si më kishte parë në atë sekond. Ai shikim nuk më dukej si shikim i pafajshëm i një nipi që kishte bërë një gabim. Pas asaj dite atmosfera në shtëpi ndryshoi krejtësisht.
Edhe pse nuk folëm hapur për atë që kishte ndodhur, tensionin ndjej në çdo moment. Unë përpiqesha të sillesha normalisht, por e kisha të vështirë ta shikoja në sy pa marrë ndërmend ai moment në dhomë. Ndërsa ai për herë të parë që kur kishte ardhur të jetonte tek unë, duke i tërhequr dhe i heshtur. Nuk hynte më në kuzhinë duke bërë zhurmë si më parë, nuk më thëriste nga korridori për gjëra pa rëndësi, madje filloi të mbyllej në dhomën e tij për orë të tëra. Një pjesë e imja mendonte se ndoshta ishte turpëruar pa aq sa unë dhe se koha do ta shqetësonte situatën. Por një pjesë tjetër ndjente që diçka kishte ndryshuar mes nesh në mënyrë të thellë. Kaluan disa ditë kështu. Unë vazhdoja rutinën time mes punës, shtëpisë dhe lodhjes së përditshme, por brenda vetes ndihesha gjithnjë e më e rënduar. Të mbash një djalë 20 vjeçar në shtëpi nuk ishte aq e lehtë sa e kisha menduar kur pranova t'i bëja nder motrës time. Shpenzimet ishin shtuar, përgjegjësitë po ashtu, dhe mbi të gjitha ndihesha sikur nuk kisha më asnjë qetësi personale në shtëpinë time. Ndonjëherë më kapte nervozizmi për gjërat vogla dhe pastaj ndihesha fajtore. E dije që dhe ai nuk e kishte zgjedhur vetë atë situatë. Një mbrëmje pasi u ktheva e lodhur nga puna, më mori motra në telefon. Ishte vonë dhe mendova të flisja pak me të në dhomë larg zhurmës së televizorit që vinte nga salloni. Ula në krevat dhe filluam të flisnim si zakonisht për jetën, punën dhe dokumentet që ende nuk po rregulloheshin. Por atë mbrëmje isha shumë e lodhur emocionalisht. Pa e kuptuar fillova të flisja më hapur se ç'duhej. Më beso, nuk po e përballoj dot më, e kam shumë të vështirë, i thash. Ajo heshti për disa sekonda dhe më pyeti. Ka ndonjë gabim? Ka bërë ndonjë gjë gabim? Jo, nuk ka bërë ndonjë gjë gabim, por është shumë e vështirë të jetosh me një djalë të rritur që nuk dëgjon asgjë. Nuk kam privatësi, nuk kam qetësi dhe ndonjëherë ndihem sikur po mbaj një bardh që nuk është e imja. Ja ktheva. Në momentin që e thash fjalën bardh, ndjeva menjëherë një lloj peshe dhe faji brenda vetes. Thellë, nuk doja të mendoja kështu, por ishte shumë e lodhshme. Ndonjëherë njerëzit thonë gjëra të ashpra kur janë të mbushur emocionalisht. Motra u përpoq të më qetësonte. Më vjen keq, e di që po sakrifikon shumë për mua. Ma ktheu ajo. Po flisnim ende kur papritur dera e dhomës u hap. Instinktivisht ktheva kokën dhe pash prap atë. Nipi im po qëndronte tek dera, i ngrirë. Nuk e di sa kishte dëgjuar, por mjaftonte fytyra e tij për të kuptuar që kishte dëgjuar pjesën më të keqe të bisedës. Syti kishte të ftohtë, të lënduar në një mënyrë që nuk e kisha parë kurrë më parë. Për disa sekonda askush nuk foli. Motra vazhdonte të fliste në telefon, por unë nuk po dëgjoja më asgjë. Pse hym pa trokitur prap? I thash menjëherë me nervozizëm më shumë nga tronditja se sa nga inati. Ai nuk reagoi si zakonisht. Nuk uli kokën, nuk kërkoi falje, vetëm më pa drejt në sy dhe më tha me një zë të qetë. Pra, kaq keq pas kam qenë për ty? Më dëgjoi, thash. Jo, tha, e kuptova, dhe u largua drejt dhomës së tij. Dëgjova derën të mbyllej fort, për disa sekonda mbeta pa lëvizur me telefonin në dorë. Zemra po më rihte fort dhe ndjeva menjëherë një ndjenjë faji që më pushtoi të gjithën. E kuptova që nuk kishte dëgjuar vetëm ankesat e mia. Kishte dëgjuar pikërisht fjalën që mund ta lëndonte më shumë. Ai ishte barr. Motra po më pyeste në telefon çfarë kishte ndodhur, por unë mezi po arja të flisja. Mbylla telefonin dhe dola menjëherë në korridor. Shkova tek dhoma e tij dhe trokita, por nuk mora përgjigje. Nuk e kisha me atë kuptim, i thash. Hape derën dhe flasim. Vetëm heshtje, për herë të parë që kur kishte ardhur në shtëpi ndjeva se ndoshta e kisha lënduar shumë. Por si personin e vetëm që ai mendonte se e kishte pranë atë moment të jetës së tij, e kishte humbur. Atë natë mezi fjeta, në mendjen time vazhdonte të më jehonte mënyra si më pa kur më tha. Pra, kaq keq pas kam qenë për ty? Thellë brenda vetes fillova të kuptoj që marrëdhënia jon po bëhej gjithnjë e më e ndërlikuar emocionalisht. Dhe unë nuk mundja më.